Unë sot zgjodha që këtë prezantim ta bëj me kapelin e Nishave, se janë në qytetin e Nishave. Në qytetin ku deti flet me zë për betejat e fituara, për frymën e lirisë që Shqipëria e gëzon. Edhe pse në 12 vite të keq qeverisjes, tradhtisë dhe gënjeshtrave, Vlora mbetet ajo valë që nuk ndalet derisa të përmbys padrejtësinë. Faleminderit që jeni sot këtu, sepse çdo hapi juaj është një akt guximi dhe çdo zë është një hap më afër fitores. A jeni gati ta bëjmë Shqipërinë madhështore? Faleminderit. Le të nderojmë himnin ton kombëtar. Kam kënaqësinë të ftoj të parin kryetarin e Forumit Rinor të Partisë Demokratike të Qarkut Vlorë, zotin Çajup Shehaj. E mirëpresim. Të nderuar qytetarë të Vlorës, zonja dhe zotrinj, i nderuar kryeministër i jashtëm i shqiptarëve profesor doktor Sali Berisha, i nderuar drejtuesi politik i Vlorës, zoti Bujar Leskaj, të nderuar kandidat të koalicionit Partia Demokratike, Aleanca për Shqipëri Madhështore për Qarkun e Vlorës, i nderuar drejtuesi i Forumit Rinor të Partisë Demokratike, zoti Besat Xhaferi. Është nder për mua të marr fjalën sot në këtë shesh, si një 24 vjeçar që ëndër mbi ëndra ka të ndërtoj jetën në vendin e tij. Të nderuar shqiptar, armiqt më të egër të lirisë janë skllevrit e lumtur. E dini miqtë e mi si e kërkuan shqiptarët lirinë në këto 12 vite. Ata refuzuan të ishin skllevër të lumtur. Të shumë qenë shqiptarët që e refuzuan qeverisjen antikombëtare. Protesta e tyre ishte braktisja e shtëpive dhe sakrifisa pa kthim drejt rrugëve të së panjohurës kudo në botë. Ndaj them çdo familje e shqiptare si e imja, e ndarë për gjysmë brenda dhe jashtë Shqipërisë. Ju durua 12 vite, duroni dhe 7 ditë. Shqipëria do shërohet, atë do ta shërojë doktor Sali Berisha. Edi Rama dhe socialistët deri më sot e kanë qeverisur vendin për plot 4248 ditë. E unë jam i bindur se nëse ulemi bashkë dhe kuvendojmë, bëjmë bilancin dhe gjejmë 4248 arsye për të mos e votuar atë. Si mundet një iri të votoj atë kur shes se dita ditës bashkëmoshatarët e tij arratisen në kërkim të një jete normale? Si mundet një prind të votoj atë kur i dorëzohet i pafuqishëm fëmijës se nuk e rrit dot me dinjitet në vendin ku i dha jetë? Si mundet një i papunë të votoj atë kur kujton se në 12 vite pati kohë për të zgjidhur qindra probleme të këtij vendi? Si mundet një pensionist të votoj atë kur rron me dhëmbët e frymës vetëm për të paguar ilaçet? A mund të votohet një njeri që braktis në përkëmbë deri urren kombin që e udhëheq? Kur votën e shqiptarit ai nuk e meriton kur. Isha 12 vjeç kur vendin tim e morën peng anti-shqiptarët e rilindjes socialiste. Prej atëherë u rrita me legjenda trimash, u shkollova me histori triumfi mbi pushtuesit, lexova për burra dhe gra që nuk ju përkulën diktatorit dhe jetën e hodhën tutje për dinjitet. Dëgjova për të rinj idealist që e deshën Shqipërinë si gjithë Europa, kur për Europën fare pak dinin. Ndaj sot si i ri, kam detyrim ndaj gjakut që trashëgoj se jam biri një kombi që u ngrit mbi veten mbas 50 viteve errësirë. Demokrat dhe shqiptar, mos harroni se për sa kohë të mbaj mend se Shqipëria, ajo e mirëqenies ekonomike, ajo e rrugëve të ndërtuara, ajo e lëvizjes së lirë, Shqipëria e NATO-s, e shpresës dhe ëndrave të mëdha, ishte e jona. Më 11 maj ne atë Shqipëri do ta rimarrim.
atë Shqipëri e rikthen vetëm Sali Berisha, Partia Demokratike dhe Aleanca për Shqipëri Madhështore. Këtë nuk e them unë, e thot historia, e thot trashëgimia, e thoni ju, e thot çdo arsyetim, vote, force dhe fryme. Çdo parti tjetër, e vjetër, e re, e vogël apo e madhe qoftë ajo, çdo Don Kishot që endet sot rrugëve për ndonjë kocë, është vetëm një pupac që e gënjen mendja se do të vjedh vota demokratësh për t'ia çuar Edi Ramës darkën e 11 majit te dera e Shpicë. Pupac në qarkullim, nuk i bëni dot mburoj Edi Ramës, na ka përball, na keni përball. Ne jemi këtu, ne jemi shumë aq sa për të rimar atë që na takon, Shqipërinë, zonjën e madhështisë. Fati është me ne, vetë Zoti është me ne, bekimet e të parëve janë mbi ne. Ndaj me 11 maj, Shqipëria, zonja jone e madhështit, do të vishet vetëm me blu. Rrofsh Shqipëria, rrofshin demokratët. Fitore, fitore, fitore. Eugenia Shaqiri është vajza e një ish të përkosur i politik. E mirëpriste për të mbajtur fjalën e saj. Të nderuar qytetar të Vlorës, i nderuar profesor Dr. Sali Berisha, unë jam Eugenia Shaqiri, nënë e një vajze dhe bia e Enver Shaqiriit, një burr që kaloi 25 vite të jetës së tij në burgjet e regjimit komunist, buren dhe spaç, vetëm sepse kërkonte lirinë dhe të drejtën për të jetuar me dinjitet. Si shumë të tjerë që ju kundërvun diktaturës, babai im i dha Shqipërisë një mesazh të fuqishëm. E vërteta dhe liria nuk mund të burgosen përjetësisht. Sot, si një bie një të përndjekuri politik dhe si qytetare që beson në vlerat e lirisë, qëndroj me vendosmëri për krah Dr. Sali Berishës dhe Partisë Demokratike në përpjekje për të çrënjosur trashëgiminë e errët të së kaluarës, e cila po përpiqet të rikthehet përmes frikës, padrejtisë dhe kapjes së shtetit. U drejtoj me respekt të gjithë të përndjekurve politik dhe çdo qytetari që beson tek demokracia dhe shteti i së drejtës. Në këto ditët e fundit të fushatës, le të bashkohemi rreth aleancës për Shqipërinë madhështore. Së bashku mund të rikthejë shpresën, shteti ligjor dhe dinjitetin që Shqipëria jonë e dashur ka shumë nevojë. Votoni numri 1 dhe kandidatët e Partisë Demokratike, Aleancës dhe Aleancës për Shqipërinë madhështore, sepse çdo vot e hedhur për partitë e vogla është një vot e hedhur dëm. Faleminderit. Bravo. Tani kam kënaqësinë të ftoj në podium zonjush Angela Shenaj, një këshilltare në Këshillin Bashkiak Vlorë. Përshëndetje të nderuar qytetar të Vlorës. Përshëndetje i nderuar profesor Dr. Sali Berisha. Ndihem e privilegjuar që ndodhem sot këtu. Unë jam Angela Shenaj, me origjinë nga Gjormi i Lumit të Vlorës. Jam një vajzë aktive me sipërmarrje dhe njëkohësisht këshilltare qendrës së majt në Këshillin e Bashkisë së Vlorës. E njoh mirë realitetin dhe sfidat me të cilat përballet sot bizneset në qytetin tonë. Pikërisht, për këtë arsye, në këtë fushatë janë bashkuar Partisë Demokratike dhe opozitës shqiptare. Në programin e tyre kam gjetur të pasqyruar qartë të gjitha lehtësitë fiskale që i duhen biznesit për zhvillim të qëndrueshëm, përfshirë edhe atë që unë vetë drejtoj. Ulja taksës totale për biznesin e vogël në kufirin 1% të xhiros vjetore është një angazhim serioz, që do t'i jap frymarrje këtij sektori dhe do të krijojë mundësi të reja për rritje. Biznesi im, që nuk e kalon xhiron vjetore prej 18 milion lekësh ose 500 euro në ditë, do të përfitoj nga politika e zero taksa, një mas që duhet mbështetur fuqishëm nga të gjithë ne që jemi pjesë e sektorit privat. Kjo është një politikë reale dhe e zbatueshme, e propozuar nga lideri opozitës dhe i Aleancës për Shqipërinë madhështore, profesor Dr. Sali Berisha. Berisha, 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 Berisha. Kam një thirrje edhe për të gjithë bashkëqytetarët tanë që ende nuk e kanë vendosur se kë do të votojnë. Mos e shpërdoroni votën me parti të vogla që nuk kanë as program dhe as vizion politik. Ato janë aty vetëm për t'i shërbyer Edi Ramës dhe për të fragmentizuar votën e opozitës.
Le të bëhemi ne, qytetarët e Vlorës, flamurtar të fitores së shumëpritur nga të gjithë qytetarët e ndershëm të djathtë e të majt. Më 11 maj, votoni numrin 1 për një të ardhme më të mirë për Vlorën dhe për Shqipërinë. Roftë Vlora fitore! 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 Tani kam nderin që t'ja jap fjalë drejtuesit politik të qarkut të Vlorës, Zoti Bujar Leska, e mirëpresim. Të nderuar zonja dhe zotrinj, të dashur motra dhe vëllezër vlonjat, të nderuar drejtues të Partisë Demokratike dhe ish drejtues ndër vite, i nderuar kryetari i Partisë Demokratike dhe lideri i koalicionit PD-HM, profesor Dr. Sali Berisha. Që në krye të erës, në këtë takim, dua ta nis me një falënderim të veçantë për çdo qytetar vlonjat dhe banor të qarkut Vlorë, që ka mirëpritur alternativën dhe programin e kandidatëve tanë gjatë tyre ditëve me të cilët ne si kandidat të koalicionit Partia Demokratike Aleanca për Shqipërinë Madhështore jemi takuar dhe bashkëbizetuar dhe ndaj të cilëve jemi zotuar për angazhimet konkrete që përmes programit marrim si detyrë dhe si detyrim për çdo qytetar vlonjat, sepse në qendër të politikave tona është individi, është qytetari, është fermeri, biznesi vogël dhe i mesëm, pensionisti, emigranti, familja vlonjate. Për ne të dashur vëllezër dhe motra, kryefjala e punës tonë në këto muaj ka qenë dhe mbetet prezantimi i programit tonë, sepse ne jemi të bindur që për 12 vite qytetarët vlonjat, banorët e qarkut Vlorë e njohin shumë mirë sektin Rama, sepse janë përballur me monstruozitetet e qeverisjes së Edit Rama, që vetëm qeverisje nuk mund të quhet, por vetëm keqqeverisje dhe korrupsion. Sot në Vlorën tonë të dashur, mungojnë shërbimet bazike, lagjet dhe njësitë administrative të Vlorës dhe të Selenicës kanë probleme të theksuara në infrastrukturë, vuajnë mungesën e furnizimit me ujë. Sot në vitin 2025 problemet me ndriqimin, shpopullimin e tjera duke vazhduar mëtej me monumentet e korrupsionit që Rama ka ndërtuar në këto 12 vite. Shpreje e korrupsionit dhe urrëties që ai ka ndaj Vlorës e vlonjatëve, siç janë denatyrimi i sheshit të Flamurit, i sheshit të Pavarësisë në Skel, projektet grabiqare të marrjes së ujit nga Lulmi Shushica dhe burimet e Tragjasit, grabitja e portit të Vlorës, korrupsioni elitar në tunelin e Llogoras, tecet lundruse, grabitja e tokave në Bregdet, rrugët me çmim 8 fish më të larta e të tjerë. Dhe pikërisht janë këto fatura korrupsioni që eklipsojnë, demaskojnë dhe vlerën 1.27 miliard dollar që sekti Rama ka investuar dhe kryetari i sektit deklaroi këtu me mburje. Shifrat e abuzimeve flasin qartë. Të dashur vëllezër, në këto zgjedhje ne gjendemi përballë një momenti historik. Vlonjatët dhe shqiptarët kanë dy rrugë. Ose të votojmë në mbrojtje të lirisë, demokracisë dhe të mirëqenies së familjarëve të tyre për të ardhmen europiane, për të ardhmen e fëmijëve dhe familjeve të tyre në një AD dhe në një Shqipëri Vlorë madhështore, ose rruga e dytë është rruga e kapitullimit përballë autokracisë, oligarkëve, kapjes së shtetit, korrupsionit, krimit të organizuar, shpopullimit masiv, varfërisë dhe gjithë antikombëtarizmëve. Por ne, qytetarët vlonjat në historinë e Shqipërisë, asnjëherë nuk kemi kapituluar. Përkundrazi, ne kërkojmë progresin të ardhmen e fëmijëve tanë, të familjeve tona. Të nderuar motra dhe vëllezër, vlonjat të mi të dashur, kush është më i miri për të zgjidhur këtë situatë? Kush e sjell ndryshimin për Vlorën dhe për Shqipërinë? E sjell kryetari i sektit Rama që është përgjegjës për këtë gjendje? Jo, dhe natyrisht jo. Përgjigja është shumë e thjeshtë. Zgjidhjen e jep vetëm Dr. Sali Berisha, programi i Partisë Demokratike dhe të gjithë ne. Partia Demokratike, Aleanca për Shqipërinë Madhështore, kanë program
jo thjesht si alternativ publike dhe qeverisëse, por kanë një projekt madhor kombëtar për vetë rëndësinë historike që kanë këto zgjedhje. Zgjedhjet e 11 majit dhe mbështetja e programit ekonomik të koalicion dhe social të koalicionit për Shqipërinë madhështore përbëjnë shansin unikal për të ndryshuar për mirë vendin tonë, për të risjellë demokracinë e uzurpuar nga një kastë autokrate në pushtet, për të rifituar lirinë për të gjithë demokrat dhe socialist, ballist, agrar dhe republikan, pavarësisht bindjeve politike, duke synuar, duke kërkuar, duke arritur mirëqenien e dëshiruar për familjet tona. Është ekonomia dhe vetëm ekonomia, të dashur vëllezër vlonjat, faktori kryesor në çdo zhvillim kombëtar dhe veçanërisht në momente të tilla të rënda si këto që ne po jetojmë. Vendi ka nevojë për një vizion të ri ekonomik, të cilin e jep vetëm programi i Partisë Demokratike. Ky vizion ekonomik ka prodhimin vendas, industrinë për eksport, individin, biznesin e vogël e të mesëm në qendër të zhvillimit kombëtar. Programi ynë është një vizion me përgjegjësi dhe ndërgjegje kombëtare. Jo më kot, ky program fillon me paketën e 100 ditëve të para, e quajtur paketa e dëmshurisë apo paketa e emergjencës, e cila përcakton minimumin jetik 200 euro, pagën minimale 500 euro, pagën mesatare 1200 euro, nxit punësimin, lehtëson bizneset dhe ndihmon nevojtarët dhe të pamundurit, thjeshton taksat dhe krijon kushte thelbësore për tërheqjen reale të investitorëve të huaj dhe jo që i dorëzohet oligarkëve. Partia Demokratike ka në veçanti dhe një vizion të qartë dhe plan konkret për Vlorën dhe vlonjatët, dhe ne i kërkojmë votat e vlonjatëve, banorëve të Vlorës, të Selenicës, Sarandës dhe gjithë qarku të Vlorës, mbështetur në këtë program dhe këtë metodë qeverisje të bazuar në transparencë dhe llogaridhënie qeveritare në çdo rast dhe në çdo kohë. Ne do të zbatojmë programin e Partisë Demokratike për Vlorën, i cili konsiston në më shumë vende pune, në infrastrukturë të zhvilluar, taksa më të ulta për të gjithë, investime konkrete, kthimin e sheshit të flamurit në identitet, anullimin e projekteve grabiqare të marrjes së ujit, anullimin e të gjitha projekteve korruptive në këto muaj dhe në këto vite, turizëm gjithvjetore shumë planësh, me plazhe të hapura me kosto simbolike dhe falas për shqiptarët. Këto të gjitha, të dashur vëllezër, janë në programin ton, i cili, dua ta ritheksoj, nuk është thjesht program, është një projekt i madh kombëtar. Ne kemi vuajtur dhe vuajmë nga mungesa e projekteve dhe në veçanti ky sekt zhvillon dhe ka zhvilluar vetëm antiprojektet. 11 maj është dita e qëndrimit të madh të shqiptarëve për të ardhmen e vendit. Në 11 maj, me votën tonë të lirë, ne do të vendosim ndryshime. Do zgjedhim programin dhe koalicionin e njëshave PD-ASHM të doktor Berishës kundër alternativës së keqeverisjes së korbit të zi Edi Rama dhe sektit të tij. Ne demokratët do të fitojmë. Ne jemi e ardhmja europiane e të gjithë shqiptarëve. Të dashur vëllezër dhe motra vlonjat, kam një ftesë për ju. Ju që na ndiqni përmes mediave, se votën të pjesëmarrësve në këtë miting madhështor e shikoj qartas. Votoni kundër arrogancës, kundër arbutërisë, kundër marrëzisë së një njeriu ikur nga mendja që mendon se është pronar i vetëm i Vlorës i këtij vendi. Rifitoni lirinë, të dashur vëllezër. Dëshkoni me votën tuaj sektin që për 12 vjet abuzon me pronën dhe financat publike të shqiptarëve. Të dashur vlonjat, votoni për të ardhmen e fëmijëve tuaj, për rinin ton të mrekullueshme, për dinjitetin e në përkëmbur kaq vit. Votoni për Shqipërinë dhe Vlorën e Ismail Qemalit, atit dhe themeluesit të shtetit shqiptar. Në qindra takime dhe biseda që kemi zhvilluar, na ka dalë dhe një pyetje të cilës dëshiroj të jap përgjigje sot. Kam një ftesë për punonjësit e ndershëm të administratës publike. Dilnim, votoni masivisht në 11 maj. Votoni të lirë, votoni kundër këtij sekti që ju shtyp, që ka kapur çdo institucion dhe i përdor ato në favor të pushtetit të tij absolut.
punojësit e ndershëm dhe drejtuesit e ndershëm dhe punëtor të administratës publike për asnjë arsye nuk do të largohen nga vendi i punës, por përkundrazi të punojnë të qetë dhe pa trysni e shantazh politik, dhe kjo është garancia e parë që Partia Demokratike ju jep. Kontributi juaj si punonjës të administratës në këto zgjedhje ka një rëndësi të veçantë. U jepni një shuplak të gjithë atyre drejtuesve tuaj që ju shantazhojnë, ju kërkojnë votën në mënyrë jo të ndershme. Mos u intimidoni të dashur vëllezër nga asnjë vegël e sektit Rama dhe nga asnjë shpifje që ata përcjellin në këto ditë. 11 maj do të jetë ditë historike. Një 11 maj do të jetë dita e demokracisë, festa e demokracisë e cila do të shënjohet krah 22 marsit të vitit 1992 dhe krah 3 marsit të vitit 2005. Në 11 maj të gjithë duhet të votojmë numri 1, PD HM, për Vlorën dhe Shqipërinë tonë, për kombin tonë, fëmijët tanë, të rinjtë tanë, për të ardhmen tonë. Të dashur vëllezër, ju demokrat të përkushtuar, ju antar të veçantë të forumit rinor të Partisë Demokratike që këto ditë keni punuar më shumë se të gjithë ne, kandidatët dhe drejtuesit. Takimin e sotëm mos ta konsiderojmë përmbyllës, përkundrazi janë edhe 8 ditë deri në ditën e zgjedhjeve. Mos të ndalojmë së punuari deri në ditën e fundit si luftëtar të dritës, të demokracisë dhe të progresit. Le të vazhdojmë punën, le të trokasim dhe në ato pak dyer që na kanë mbetur pa trokitur. Të bashkëbizetojmë me ata qytetarë e fermer, me ata pensioniste të rinj, me burra e gra vlonjat që nuk kemi bizetuar. Të vazhdojmë të përcjellim programin ton, t'i sqarojmë njerëzit me maturi, me mprehtësi deri ditën e fundit për programin ton, sepse vetëm në këtë mënyrë fitohet dhe ne vetëm përmes programit ton duam të vim në pushtet dhe të zbatojmë këtë program. Në fund, do më lejoni të dashur vëllezër të përcjell një poim të rëndësishëm që unë personalisht si deputet i Vlorës, çka është grada më e lartë që kam patur në karrierën time, e konsideroj. Fitoren të gjithë ne drejtuesit, kandidatët për deputet, demokratët dhe së pari kryetari i Partisë Demokratike, profesor doktor Sali Berisha, drejtuesit e Partisë Demokratike, ish drejtuesit në vite të Partisë Demokratike, të degëve të qarkut Vlorë, ja kemi borxh të madh Vlorës dhe Shqipërisë. Kjo duhet të jetë motoja jonë. Borxhin ton, borxhin e madh të punojmë këto ditë pa u kursyer për t'ia kthyer Vlorës dhe Shqipërisë. Roft populli i Vlorës. Sa qeve kam ta them të pyetja në? A jeni gati për të ftuar ekipin të palodhur të fitores? Zoti Bujar Leskaj, Vangjel Dule, Ina Zhupa, Atir Hoxha, Nada Daulja, Edmond Fetahu, Petra Gjikuria, Alta Haluci, Monika Oshafi, Artan Liçaj, Romario Meminaj, Ridvan Mersinaj, Skënder Muço, Selaudin Eloj, Matilda Qurku, Mario Runa. Komplimenta, Vlora, Flak, sot të pëjtë ju të gjoj dhe një herë? Tani u ftoj të ngriheni të gjithë në këmbë, sepse ka ardhur momenti për të ftuar kryetarin e Partisë Demokratike, profesor doktor Sali Berisha!
dhe përshëndetjet më të përzemërta ju, qytetarë dhe qytetarëve të Vlorës, që përcjellni sonte me këtë entuziazëm, me këtë miting, mesazhin e fitores në të katër anët të Shqipërisë, mirënjohje të pakufishme ndaj jush. Dhe një përshëndetje për qytetarët dhe qytetarët e qarkut Vlorës, kudo që janë sonte, në këtë qark, në Shqipëri, në emigracion diaspor, nderimin tim më të madh, mirënjohjen më të pakufishme. I dashur Zoti Bujar Leskaj, udhëheqës politik i Partisë Demokratike dhe Aleancë për Shqipërinë Madhështore për qarkun e Vlorës. I dashur Zoti Ysti Sharra, kryetari i Partisë Demokratike për Vlorën. Të dashur kandidate dhe kandidat përfaqësues të qytetarëve të qarkut Vlorës, burra dhe gra, të shkëlqyer, të mrekullueshëm, dinjitoz, krenari për Vlorën, për Partinë Demokratike dhe për Shqipërinë. Të dashur miq, unë vi sot e këtu tek ju për të sjellë gjithashtu mesazhin e fitores nga mbar Shqipëria. Sot e një fitorie e cila nuk është dhe nuk do tjetë fitore një partije, as edhe një koalicioni, por do tjetë fitore e çdo qytetari dhe qytetare të ndershëm të këtij vendi që kërkon të jetojë me nder dhe dinjitet në Vlorë dhe në Shqipëri, që kërkon që fëmijët e tij të ndërtojnë ëndrrën e bukur, më të bukur të jetës në Vlorë dhe në Shqipëri. Miqtë e mi, 11 maj, si rrallë ndonjëherë në histori, është një ditë që ndan historinë, është një orë, është një ditë historike për çdo qytetar të këtij vendi. Me 11 maj ne zgjedhim midis krahut të drejtë të historisë, anës së drejtë të historisë, apo humnerës, apo boshatisjes masive të këtij kombi dhe të këtij vendi. Ne zgjedhim anën e drejtë historisë dhe besimin absolut se Vlora dhe vlonjatët në mençurinë tyre epike me 11 maj votojnë anën e drejtë të historisë kombëtare, të historisë tyre. Të zgjedhësh anën e drejtë të historisë do të thotë pas gjithash të zgjedhësh dignitetin tënd si njeri, të zgjedhësh lirinë dhe vlerat e saj. Por miq, ne jemi një kombë me një përvojë të gjatë. Ne kemi provuar se varfria dhe tirania, se varfria është tirani.
se varfria në përkënd dhe shkelmon dignitetin. Dhe çfarë ndodh sot? Çfarë ndodh sot? Sot ne kemi 760.000 burra dhe gra, njerëz që kanë vaditur me djerës Vlorën dhe Shqipërinë, që kanë ndërtuar Vlorën dhe Shqipërinë, dhe që shumica dërmuese e tyre numërojnë kafshatën, nuk blejnë dot ilaçet, nuk ulen dot të një kafene, por gjejnë stolat e ftohtë për takuar një mik apo një shok. Sepse jo se Vlora s'është e pasur, Vlora është shumë e pasur. Jo se Shqipëria s'është e pasur, Shqipëria është shumë e pasur, por sepse me paratë e pensioneve të tyre, një grush qeveritarsh, një grush zyrtarsh, ndërtuan parajsën e tyre, i vodhen ato, miq, ju lutem, po vija këtu në Vlorë dhe rikujtova, rruga Levan Vlorë është rruga më e gjerë në territorin e Shqipërisë, është 35 metra e gjerë. Prishni. Më falni. Kjo rrugë ishte planifikuar të ndërtohej, është 24.5 kilometra. Do ndërtohej me 22 milion euro. Ka që ishte firmos kontrata, por me qenë se ishin zonat e habitatit shpendve, na dolen shumë punë me shoqata të cilat i përgëzoj për mbrojtjen që u bën habitatit, dhe bashkë me Komisionin Evropian u detyruam të ndryshojmë projekt dhe natyrisht koha u zgjat, kosto e u rrit. Po sa u rrit? Sa u rrit o miq? U rrit nga 1.7 në 2.4 milion euro. Rruga më e gjerë e Shqipërisë u ndërtuar në vitin 2012 me 2.4 milion euro. Rrugë e Arbrit e gjerë 10 apo 11 metra është ndërtuar me 11 milion euro kilometri. Rruga Unaze e madhe me ngushtë se rruga e Vlorës kushtoi 17 milion euro kilometri. Po pse u ndala unë në këto hesape? Vetëm për të treguar pensionistëve se si u vodhen pensionet e tyre nga këta të pangopur, nga këta të pa shpirt, që kur erdhi puna në janar, solli buxhetin 8 miliard euro dhe kapardisej se ky është buxheti më i madh i historisë. Dhe ne i tham, urdo, të votojmë pensioni minimal 200 euro. Jo, tha, kjo na çon humner. Si na çon humner? Çfarë humner na çon kjo, am thon? Tu japim atyre burra dhe grave minimumin e asaj që u takon, të cilët trajtohen në mënyrën më njerëzore, pa dignitet, me tirani njerimi. Pra, të votosh anën e drejtë historisë do të thotë, të votosh dignitetin tënd radhë parë dhe u garantoj shqiptarët se pasuritë e tyre, se fondet e tyre do u kthehen pas gjithash atyre dhe vetëm atyre. Vlora dhe vlonjatët në kohrat më të vështira kanë qëndruar në anën e drejtë të historisë. I kam bindje absolute se me 11 maj do t'jenë në krye të anës së drejtë historisë. Burrat dhe gratë që duan lirin nuk mund të pranojnë burgosjet politike,
nuk mund të pranoj farsën elektorale, nuk mund të pranojnë dhunim në drejtave të qytetarëve. Vlora dhe Vlonjatët me 11 maj do të qëndrojnë në anën e drejtë historisë. I thret historia, sepse me 11 maj ndahen në regjimin që boshatisi më shumë se kushdo tjetër në Shqipërinë. Të qëndrosh në anën e drejtë historisë do të thotë të qëndrosh në anën e vendit tënd, të dheut tënd, të kombit tënd. Dhe Vlora ka qëndruar, do qëndrojë në anën e kombit vet. Miq, çfarë kombi jemi ne sot? Çfarë kombi jemi ne sot? Sot, pasi humbem 600 sami të ri në dhëna tjera gjatë 10 viteve, Organizata e Kombeve të Bashkuara na shpall si kombin me lidhjen më të ulët në botë për shkak të migracionit. Kjo është siren, kjo është klif ndërgjegje dhe shpirtin e çdo shqiptari, çdo adhetari. Kjo rruga e zhdukjes kombit. Ndaj dhe 11 maj ndan, sepse rinisim bashkë përpjekje e madhe për të rikthyer kombin në rinin e tij. Një komb që s'është në rinin e tij nuk ka të ardhme. Shqiptarët janë të pavdekshëm, ka dhe do kenë të ardhmen e tyre. Po miq, ka ardhur koha ti dalim zot. 11 maj është ora e daljes zot të Shqipërisë dhe kombit. Është ora të ndamin nga një keqe e cila po shfaros shqiptar. Miqtë e mi, të votosh anë e drejtë të historisë do të thotë të nderosh dhe të votosh traditën tënde më të mirë. Po ka traditë më të madhe për ne se familja shqiptare, miqtë e mi. Po ajo është mrekullia jonë që kemi. Nëna jonë është madhështia jonë. Dhe kjo familje ju nënshtrua një agresioni nofta më të egrit që ka njohur ndonjëherë. Me qindra mira familje u detyruar të sugjerojnë fëmijëve të tyre emigrimin se nuk kishin ushqim. Në shkolla filloi numerotimi i fëmijëve prindi 1 dhe prindi 2 sipas modelit post-marksist të monstrës George Soros e të tjerë. Përfaqësuesi i tyre kalon nga një takim në një tjetër, me takime veças me gratë, duke u thënë se burrat I keni çryk, duke fyer nanat, motrat, duke përpjekur të nxjisë përçarje, për çmime brenda familjes dhe vlerave të saj. Po dhe këtu në Vlorë, çfarë bëri? Pa kishte Vlora gjë më të bukur, më tradicionale për çdo shqiptar se sheshin e flamurit. E mori e tjetërsoi, nuk harroj kur këtu 100 vjetorin miq. Në Vlorë atë natë ka patur mbi 1 milion shqiptar të ardhur jo vetëm nga Kosova e Maqedonia e Veriut, por të ardhur nga e gjithë bota. Ata vërshuan në sheshin e flamurit, sheshin simbol të kombit. Dhe doli ky, përdori pushtetin
për të shpërftyruar sheshin. Kthehet sheshin identitet, nuk ka si diskutim, po turpi mbulon ata që shkelmojnë traditën tonë, po sheshi ishte një trashëgimi e mrekullueshme. Pra, të qëndrosh në anën e drejtë historisë, do të thotë që Vlora të shfrytëzoj potencialet e saj të jashtëzakonshme turistike. Po, Vlora ka potencialet jashtëzakonshme turistike. Po më thoni pak. Më thoni pak. 12 vite. Ujrat e zeza nga Semani, gjerë të Kepi Stills, të gjitha derdhe në det. Të gjitha derdhe në ujrat. Dhe nuk ka një plash blu, me flamur blu europian. Ajo që flet për Europën, do vija ty pak të Europën e ti. Çfarë bën? Vjedh dhe vetëm vjedh. Ju lutem. Po e përsëris dhe para jush, degradimi ekstrem i njeriut është kur beson gënjeshtrën e tij. Dhe ky njeri ka degraduar në shkallë ekstreme, beson gënjeshtrën e tij dhe mendon se mund të mashtrojë edhe vlonjat edhe shqiptarët. Erdhi këtu dhe çfarë u tha? U tha këtu, unë kam investuar, kemi investuar 1 miliard e 230 milion euro. Qa? I pa turp. E di do thot 1 miliard e 230 milion euro? Atëherë na del, më falni, jam këtu, na del se plakat e bulevardit, të cilin ja u them këtu, ishte shumë më i mirë projekti Kristo Themelkos se sa projekti ti, se ai projekt nuk e përmbys të Vlorën, kurse ky çdo shqip përmbys Vlorën. Dhe Lungomarja e shpetim gjiks, pra, e kuptoni ju, u thot vlonjave se unë kam investuar në Vlorë 1 miliard e 230 milion euro. Dhe pastaj, pristi, pralla me mbret, 230 milion ujësjelsa në fshatra, ujësjelsi 3 vlezërve, u ndërtua dhe s'punon, 3 vlezërit janë pa ujë. Kuj ke tjera të ujësjelsat, para thuj pak tjerë, Vlora është pa ujë. Orikumi e financum ne përsëri, ka probleme. Ky mendon se do mund të ngop vlonjatët me mashtrime. Miq, të qëndrosh në anën e historisë, do të thot të qëndrosh në anën e botës së lirë, e vendeve të lira. Besoj se jemi dakord. Po çfarë thonë vendet e lira për Edi Ramën? Edi Rama është në rreth kuq. Ja u them unë ju, demokratë dhe demokratë, qytetarë dhe qytetare, ai që u përpoq të zhduk opozitën, ai që u përpoq në shpirtin e Spiro Koleks dhe Enver për një Shqipëri pa opozit, ai sot është rreth kuq dhe është i pa shpresë. Ai që besoj se izoloj opozitën, ai sot është me i damkosur se çdo drejtues tjetër pas Lukashenkos në Europë. Në 5 muaj, 4 rezoluta ndërkombëtare si për asnjë vend tjetër e shpallin Edi Ramën, armik të votës lirë, e shpallin Edi Ramën, narkodiktator, e shpallin Shqipërinë
narkoshtet, e shpallin shtetin e Edi Ramës, si përmarrjet përbashkët me krimin, e shpallin drejtësinë e Edi Ramës, të kapur nga politika, shpallin zgjedhjet në Shqipëri, farsë elektorale, vlonjate dhe vlonjat. 11 maj ndan historinë e liris, me historinë e dhunimit liris, historinë e votës lirë, me historinë e votës dhunur. Ora historisë jufton ju të qëndroni. Edi Rama, tarfe nuk ka, tani do të urfej një. Jam këtu të shesh. Kur erdha në Vlorë, që nisë lëvizjen, unë para Ismail Qemalit kam bërë një betim. Jam betuar për ati se unë këtë tradhtar do të largoj nga Shqipëria. Po, do të arqoj në Beograd. Do të bëj këte për Ismail Qemalin. Do të bëj këte për çdo shqiptar që ka hapur Shqipërinë. Do të bëj këte për Vlorën. Do të bëj për Shqipërinë. Edi Rama, jenë rreth kush, nuk ke fundit pret. Edi Rama, nuk mund të luash ti me fatin e Shqipërisë, nuk lën dot ti me lirinë e shqiptarve, me ditët e tyre, me tasën e tyre. Rroft Vlora, rroft Shqipëria, fitore, fitore, fitore. Just a man